Analizë e personazhit të Judith nga vepra Portraits of a Marriage e Sandor Maraj. Unë jam Irena Ysena, jam psikoterapiste e orientimit analitik psikodinamik. Pasioni im i parë është letërsia, e cila më pas I ka hapur rrugën thellimi drejt psikologjisë dhe psikoterapisë. Në këtë audio dua t'ju ftoj në një udhëtim ku letërsia dhe analiza psikodinamike takohen. Do të ndalem tek një personazh I romanit Portrait of a Marriage, një figurë që përtej rrëfimit letrar do doja ta shija si një rast klinik të mundshëm, ku pasionet dhe plagët e hershme të fëmirisë na ftojnë të reflektojmë mbi atë që ndodh më pas me misteret e psikes. Autori I këtij libri është Sandor Maraj. Në fakt do doja t'ju prezantoja pak me këtë autor, me këtë shkrimtar. Sandor Maraj është lindur në 1900 dhe është një nga figurat më të rëndësishme të letërsisë hungareze të shekullit të 20, I cili pjesën më të madhe të jetës e kaloi në mërgim. Unë e njoha për herë të parë Sandor Marajin disa vite më parë me një libër që I quajtur Embers, Thëngjinjt, libër I botuar në 1942. Është një roman I shkurtër që tregon takimin pas shumë vitesh të dy miqve, një takim ballafaques me kujtime që zbardhen, me sekrete që zbulohen, dhe është një reflektim I thellë mbi kohën, ndjesitë, fjalët e pathëna, tradhtitë. Nga ky libër unë kuptova se Maraj nuk ishte vetëm një tregimtar, por një njohës I thellë I shpirtit njerëzor, I aftë të shihte përtej dukjes, I zoti të futej në përskuta ku ndjesitë të kundërta si shpresa, zhgënjimi, krenaria, turpi bashkëjetojnë. Dhe kjo më bëri të dashur këtë autor dhe më bëri ta kërkoj më tej. Së fundmi, pata në dorë një tjetër libër tin, Portrait of a Marriage, historia e 3 personazheve dhe 2 martesave. Në këtë libër, ajo që më tërhoqi më shumë ishte figura e Judith, shërbyesja e varfër, e cila më pas u bë zonja e kësaj shtëpie të vjetër aristokrate. Judith nuk është thjesht një grua ambicioze dhe këmbgulse, por një shpirt që vuan dhe turpin e varfërisë, plagën e vjetër të fëmirisë e ndjek gjatë gjithë kohës. Është diçka, është një plagë që nga e cila nuk shpëton dot. Do doja ta shija këtë personazh jo thjesht si një figurë letrare, por si një rast klinik dhe ashtu siç jemi mësuar në klinikët ti vendosim një emër. Rastin e Judith do ta quaja një shpirt që nuk ngopet kurrë. Po e filloi me leximin e një fragmenti të shkëputur nga libri, si më poshtë. Le të shkojmë në atë vendin e caktuar, I thosha, dhe ajo pohonte. Po, dakord, shkojmë. Por pastaj, kur ishim tashmë në makinë, përshpëriste. Ndoshta do t'ishte më mirë dhe përmendte një restorant tjetër, që s'ishte as më I mirë dhe as më elegant nga ai që kisha propozuar unë. Dhe në fund ne shkonim atje. Edhe nëse unë porosisja një pjatë për të, kur ja sillni në tavolinë ajo provonte, pastaj e shtynte me një anë duke thënë: "Ndoshta do t'ishte më mirë." Dhe kamarierët nguteshin t'i sillnin një pjatë tjetër, një pije tjetër. Ajo kërkonte gjithmonë diçka tjetër, donte gjithmonë të shkonte diku tjetër. Mendoja se në thelb të kësaj pakënaqësie të përhershme fshihej një ndrojtje. Frika se nuk do t'ja dilte mban të ambientohej me këtë mënyrë të re jetese, por pak nga pak e kuptova se e ëmbla nuk ishte mjaftueshëm e ëmbël për të, dhe e kripura jo mjaftueshëm e kripur. Edhe një pule pjekur për mrekullie, përgatitur mjeshtrisht nga shefi I një restoranti të shkëlqyer, kishte nxitur tek ajo të njëjtin reagim. Pasi e shtyu pjatën më një anë, tha me zë të ulët për të vendosur: "Nuk është mirë, do doja diçka tjetër." Edhe pana s'ishte rraur siç duhet, edhe kafja nuk ishte kurrë mjaftueshëm e fortë, asnjëherë, askund. Mendoja se bënte teka, u çmë gjeti, thoja me vete.
dhe e vëzhgoja, madje marrëgëtonin tekat e saj. Por pastaj kuptova se këto teka kishin rrënjë shumë të thella, të cilat s'mund të ndriçoja. Ato rrënjë nguleshin fort tek fëmijëria. Judith luftonte me kujtimet e veta. Ndonjëherë prekesha kur shija se sa shumë do donte të ishte më e fortë se kujtimet e saj. Si përpiqej t'i shtypte, duke imponuar vetes një disiplinë prej hekuri. Por diçka kishte ndryshuar në atë shpirt. Ajo nuk donte asgjë më të mirë, as më të shkëlqyer si që ofroja unë tashmë, ajo donte tjetër. E kupton? Si një smurën i cili është i bindur se në një dhomë tjetër do t'ishte më mirë. Ose shpreson se diku gjetë këtë në botë ka një mjek më të zotin se ai që po e mjekon, ose një ilaç më të fuqishëm se ata që ka marrë deri tani. Ajo donte tjetër, diçka ndryshe. Nganjëherë më kërkonte falje për këtë, nuk thoshte asgjë, vetëm më shikonte. Ishin pikërisht ato çastet kur ndjeja shpirtin e saj krenar dhe të mbushur me mëri, më shponte me sy, sikur ta dinte se s'mund të bënte dot gjë. Varfëria e saj dhe kujtimet e saj ishin më të forta se ajo. Ajo kërkonte tjetër. Po çfarë? Hakmarrje. Në mënyrën e saj kishte ndërmarrë një lloj lufte klasash kundër meje. Ndoshta as kundër meje si person. Thjesht unë mishëroja botën, për të cilën ajo kishte ndjerë gjithmonë një dëshirë të pakufishme, një cmir të dëshpëruar dhe të sëmur, të ngjashme me një daldi dhe ishte bërë kaq e palumtur sa që derdh mbi mua tashmë të gjitha aspiratat e saj dhe nuk gjeti më paqe. Në fillim ishin tekat, shfaqet vazhdimisht e shqetësuar dhe e pakënaqur. Kthente mbrapsht pjatat, filloi të transferohej nga një dhomë e hotelit në tjetrën. Kërkoi të linte suitën e vogël me banjë, me pamje nga parku, për një tjetër më të madhe që shihte nga lumi. Tha se kjo ishte më e qetë, tamam si një diva që bën teka gjatë një turneu. I dëgjoja me buzë në gaz ankesat e saj. Ja plotsoja tekat. I kisha dhënë një librez çeqesh dhe e kisha lutur t'i paguante vetë të gjitha. Por habin time të madhe, pas vetëm 3 muajsh, banka më njoftoi se llogaria rrjedhse e konsiderueshme që kisha hapur në emër të Judith, tashmë ishte e zauruar. Dollapët e saj u mbushën me një pafundësi gjërash femërore, fustane shumë të shtrenjta, të zgjedhura me një shije zakonisht të hollë, por në sasi të madhe, krejtësisht panevojshme. Bënte pazar në ateljet më të mira të qytetit. Pa u menduar shumë. Paguante me çeqe, kapele, fustane, bujuteri, në fillim të thjeshta, pastaj gjithmonë më të çmuara, duke përvetësuar të gjitha me një lakmi të jashtëzakonshme, krejtësisht të panatyrshme për kushtet e saj. Dhe shumicën e herëve, as nuk i vishte ato që kishte bler, kaq pa kriter. Vetëm të urit hidhen me të njëjtin vrull mbi një tavolinë të shtruar, pa u kujdesur për babzinë e tyre, saqë as rreziku i pamundësisë së tretjes nuk i përmban dot. Asgjë nuk i shkonte përmbar. Asgjë si ishte mjaft e ngjyrosur, e ëmbël, e kripur, e ngrohtë, e ftohtë. Ai shpirt kërkonte ende diçka, me lakmi, i kapur pas një ethe të rrëmbyeshme. Një ditë u detyrova të hapja bisedën. Ai u drodh me forcë në një gjendje gati shpërthimi maniakal, ishte tronditur, rrotulloi syt sikur të dilte nga një gjendje transi, shpërtheu në lot. Qau për ditë të tëra. Pastaj për një kohë të gjatë nuk bleu më asgjë. Por atëherë u mbyll sërish në një heshtje të çuditshme. Shikimi i saj humbiste larg, duke i e zhytur në kujtime. Kjo heshtje më prekte. Vendosa të mos e qortoja kurrë më, të mos doja të imponoja asnjë disiplinë. Ky ishte leximi, një fragment nga libri The Portrait of a Marriage.
Dhe tani do doja të kalonim në analizën, si kur rasti i Judith të ishte një rast klinik. Kjo analizë i përshtatet jo vetëm studentëve të psikologjisë, por edhe një publiku më të gjerë. Çfarë kërkon Judith? Si shpjegohet moskënaqja dhe të kërkuarit tjetër dhe tjetër? Nga se po ikën Judith? Nga fëmijëria? Kujtimet e fëmijërisë, kujtimet e fëmijërisë së varfër, edhe pse në përpjekjen e saj për t'i lënë, duket si një fantazëm që shoqëron kudo. Nuk bëhet fjalë vetëm për mungesa materiale, por një përvojë të hershme privimi emocional dhe një ndjenjë inferioriteti. Ato privime dhe mungesa e kanë shënjuar strukturën e saj të brendshme. Dhe për ta fshehur këtë brishtësi, Judith i imponon vetes një disiplinë të hekurt, krenarin. Ajo nuk lutet, nuk kërkon, hapur, nuk josh, por her pas here, kur këto kufi të mbi vendosur me vetë kontroll bien, e pavidishmja shpërthen përmes kërkesave kompulsive. Në dukje, Judith kërkon një plat tjetër, apo një pallto të re, por në thelb ajo kërkon një identitet tjetër, të çliruar nga turpi i pamjaftueshmërisë që e përndjek kudo. Sjellja e saj është simbolike. Çdo objekt i ri bëhet përpjekje për të rishkruar jetën e vet. Tekat, blerjet kompulsive, kërkimi pa ndërprerë për tjetër, janë pjesë e një rruge që Judith ka ndërtuar për jetën e saj si një projekt finalistik, një përpjekje për të kapërcyer lëndimin e narcisizmit, i cili një lëndim i ndjerë që prej fëmijërisë dhe një dëshirë për të krijuar një identitet të ri, ku turpi apo privimi nga varfëria të mos kenë vend. Në marrëdhënie me partnerin, i cili është edhe bashkëshorti më pas, ky mekanizëm bëhet edhe më i dukshëm. Ai nuk është thjesht një burr, por bëhet një objekt transferencial që përfaqëson botën e pasurisë dhe të sigurisë që Judith i ka munguar. Kështu mbi këtë figurë ajo projekton urinë, inatin dhe një gjithë lakminë e pashprehur. Në gjuhën psikanalitike, kjo merr formën e një agresioni të pavetdijshëm. Kërkesat e pangopura, shpenzimet e marramëndse janë një mënyrë për t'u hakmarrë ndaj privimit dhe varfërisë së dikurshme. Me sjelljen e saj kompulsive, duket sikur i thot botës dhe partnerit, që në këtë rast e përfaqëson këtë botë: ju më bëni të ndihem keq, thjesht me prezencën tuaj. Tani po ja u bëj ta paguani. Ky mekanizëm, ashtu si gjithë mekanizmat mbrojtës, nuk është i aftë që të mbajë ekuilibrat. Duket sikur momentalisht ajo ndihet një div, por mjafton diçka, mjafton një moment dhe gjithë kjo uri dhe gjithë ky entuziazëm bie. Ai mekanizëm hyn në një rreth vicioz, pas ekstazës maniake të kërkesave dhe blerjeve, vjen më pas rënja, heshtja, lotët, zbraztia. Pra, këto luhatje mes euforisë dhe depresionit zbulojnë personalitetin e brisht, të paqëndrueshëm të Judith. Një personalitet me tipare borderline, ku marrëdhënia me botën, me veten dhe me tjetrin është e fragmentuar. Shprehjen një marrëdhënie e fragmentuar ne e marrim nga një psikanaliste, Melanie Klein, e cila e percepton, duket se në të rast, Judith percepton botën, veten, tjetrin, dhe sidomos tjetrin, në këtë rast si një objekt i mirë, herë një gjë i mirë, një burim sigurie dhe dashurie, dhe herë tjetri është i perceptuar si një objekt i keq, një gjë i keq, thot Melanie Klein, i cili është burim, refuzimi dhe zhgënjimi. Është kjo ndarje, është ky splitting që bën të mundur projekcionin më pas
të impulseve agresive mbi atë që ajo percepton si objektin e keq. Dhe këto kapërcime të papritura midis të mirës dhe të keqes, të dashurës dhe të urryerës, janë të bllokuar në një ritëm të pafund, herë idealizimi dhe herë zhgënjimi. Varfëria në fëmijëri shkakton një lëndim të narcisizmit që në moshën e saj të hershme është një plagë që e ndjek kudo dhe i shkakton asaj ndjenjën e vazhdueshme të inferioritetin, të cilët përpiqen ta fshehë pas maskës së krenarisë. Ajo bën sikur të ishte një div. Në fakt në thelb ajo mbron brishtësinë e saj duke mbajtur këtë fasadë. Ajo bën të duket kundërtën e asaj që ndjen. Ky është një shembull i qartë i një mekanizmi mbrojtës që në psikologji ne e quajmë formim reaktiv. Pra, të shfaqet e kundërta e asaj që ndjen. Aty ku ka turp dhe ndjesi të pamjaftueshmërisë, nga jashtë shfaqet krenaria. Aty ku vetë vlerësimi është i thyer, del në pa kapriçoja dhe teatraliteti prej dive. Por ka momente kur kjo maskë, ky mekanizëm kokfort e humbet kontrollin. Syt mbushen me lot dhe fytyra e zënë në faj e tradhtojnë. Dhe kështu del në pa, zbulohet plaga e fshehur. Dhe kështu Judith kthehet në përjetimin e hershëm të mungesës. Judith nuk kërkon thjesht më shumë. Ajo kërkon diçka tjetër, një jetë tjetër, një vetvete tjetër, të cilën në fakt as vetë nuk arrin ta përftyrojë. Të vetme gjë që ndjen është ky bosh i brendshëm, i pangopur dhe i paqartë, i cili e bën të ndihet e pakënaqur. Dhe çdo përvojë, çdo veshje, çdo bizhu, çdo pjatë, çdo luks kthehet në një zhgënjim të ri. Sepse nuk e kënaqin, sepse nuk i mbushin boshin e brendshëm. Nëse Judy do të hynte një ditë në studion tonë të psikoterapisë, sfida e parë për ne do të ishte ndërtimi një aleance terapeutike. Me historinë e saj të gjatë të zhgënjimeve, me plagën narcisiste, me mekanizmin që ajo gjithkohën ka përdorur midis idealizimit dhe zhgënjimit, është shumë e mundur që do ta shihte terapistin herë si një figurë shpëtimtare dhe herë si një objekt zhgënjimi. Kjo do të kërkonte nga terapia durim, një fazë mbështetëse, ku dëgjimi aktiv, fjalët, qëndrueshmëria, gatishmëria e terapistit për të pranuar dhe besueshmëria dhe qëndrueshmëria e tij do të bëheshin baza të mira për një marrëdhënie besimi me Judith. Dhe pastaj, pas një aleance të mirë dhe pas një mbështetje, mund t'i vinte radha interpretimit. Në transferencë, Judith do të risillte dramën e brendshme, ndjesin që nuk merr mjaftueshëm nga tjetri. Dhe kështu do t'ishte edhe me terapistin. Ti nuk po më ndihmon, ti nuk po bën asgjë, unë nuk po ndihem mirë. Ose herë mund ta vendosi terapistin në rolin e autoritetit. Ti duhet të kujdesesh për mua. Një autoritet i cili duhet kompensoj. Ashtu sikurse bashkëshorti i Judith, që duhet të mbushte boshin të cilin e kishte ndjerë gjatë gjithë rritjes së saj. Ky transferim agresiv bëhet pasqyra që në fakt reflekton luftën e saj të pavetdijshme mes mungesës dhe plotësisë. Është këtu që terapisti ka mundësi ta ndihmojë të shohë lidhjen midis boshllëkut të hershëm dhe kërkesave të pangopura që Judith bën në të tashmen.
Nga tekat, kapriçot dhe fasada e krenarisë nuk duhen parë vetëm si pengesa, por si gjuha e pavedishmes. Dhe në fakt kur Judith thot, kafja nuk është mjaftueshëm e fortë, në të vërtet po shpreh një përjetimin e saj të brendshëm të vërtet. Asgjë nuk është mjaftueshëm e fortë për ta mbajtur. Analizimi i kësaj simbolike e mundson Judith të kuptojë rrënjët e pakënaqësisë dhe të parehatisë së saj dhe të kompulsionit të saj. Një hap tjetër në procesin terapeutik do të ishte kontrolli i impulsivitetit. Blerjet kompulsive janë një mburojë gati maniakale për të shmangur kontaktin me depresionin. Judith ka frikë nga bëshësia dhe ka frikë nga kjo bëshësi që e fut në një gjendje depresive. Është e rëndësishme gjatë procesit të terapisë që Judith të arrijë ta pranojë. Jo t'i iki boshllëkut duke e plotësuar me veshje, me bizhu, me pjata, me pasuri, por të mësoj të qëndrojë te kjo ndjesia e pamjaftueshmërisë, sado e bezdishme apo e turpshme që mund të jetë. Ta njohë si një gjendje në saj, ta përballojë, ta përpunojë, pa u hedhur në veprime kompulsive për ta mbuluar. Një tjetër objektiv po aq shumë i rëndësishëm gjatë terapisë, madje themelor, do të ishte përballja me ndjesinë e turpit. Duhet ta bëjmë të kuptojë se ajo që duket si krenari, në fakt është një mënyrë për të mbrojtur vlerësimin për veten prej ndjenjës së thellë të turpit. Fasada e fortë e krenarisë fsheh brishtësinë e brendshme, e cila në fakt është pjesa më gjenuine, është pjesa e cila duhet njohur, duhet legjitimuar. Vetëm një prani terapeutike, vetëm një terapi që ofron pranueshmëri pa poshtëruar, pa gjykuar, mund të ndihmojë Judith të kuptoj se ndjeshmëria, ndrojtja, lotët, nuk është se e bëjnë më të vogël, por e bëjnë më të vërtet. Është kontakti i saj me veten. Në këtë kuptim, terapia synon ta njohë boshllëkun, jo ta zhduk boshllëkun, por ta bërë të pranueshëm, të jetueshëm, jo të fshi traumën, por ta kthejnë në një histori të rrëfyeshme. Vetëm atëherë Judith mund të kuptojë se tjetra që ajo kërkon nuk është jashtë saj, por një pjesë e vetes që nuk ka pasur kur mundësinë ta përqafojë. Po përfundoj këtu analizën e këtij personazhi, duke ju ftuar që nëse jeni të intriguar të provoni dhe t'ju hidhni një sy analitik personazheve të romanit që keni për zemër, mirë se të vini. Është shpesh përmes tyre që letërsia na afron pasqyra të papritura, intriguese, interesante mbi psiken njerëzore dhe mbi vetë jetën tonë. Ju përshëndes dhe ju falenderoj për dëgjimin.